Sot në këtë studio për 3 personazhe që kanë qenë në krye të shtetit të Maqedonisë, Kiro Gligorovin, të ndjerin Boris Trajkovski dhe presidentin në detyrë Branko Crvenkovski, cili ka qenë më me shumë qasje ndaj shqiptarëve. Fatkeqësisht asnjëri. Njihet zoti Kiro Gligorov me deklaratat e tija se Maqedonia është oaza e paqes, mirëpo kohën e zotit Kiro Gligorov arsimi shqip superior u përdhënua dhe shumë fakte tjera janë të cilët çojnë në atë se as pak nuk ka punuar në vitet të përparimit të drejtave të shqiptarëve. Zoti Boris Trajkovski ndjeri, edhe pse ka pas disa tendenca për të bënë disa lëvizje pozitive, po fatkeqësia është se ish president në kohën e konfliktit të vitit 2001 dhe ai udhëheqte forcat ushtarake të Republikës së Maqedonisë, ku kanë marrë pjesë në disa sulme ndaj fshatrave shqiptare, në pjesën e Karadakut veçanërisht, ku janë të 10 familje dhe më tepër janë të masakruara. Ashtu që edhe zoti Boris Trajkovski mbahet mend për atë periudhë, kurse zoti Branko Crvenkovski as pak nuk mbahet mend për ndonjë moment se ka punuar në drejtim të avancimit të drejtave shqiptare. Si kanë qenë këto vitet e Crvenkovskit president në Vitet e Republikën e Maqedonisë? Crvenkovskit kanë qenë kryesisht vite kur ai nuk u pranofte nga opozita maqedonase se është president legjitim, edhe pse duket gati se 100.000 edhe më tepër vota nga shqiptarët, të udhëhequr asaj kohe nga BDI-ja, që të votojnë për arsye se ai nuk u bëfte president shteti, nëse nuk kishin votuar votat e shqiptarëve në balotazh. Simpatizuesit e BDI-s, po ja një shembull do të them se zoti Crvenkovski përqindjen e shqiptarëve në administratën e vet, çdo presidente ka administratën, ka kabinetin e vet, nuk e rriti fare, por e uli. Domethënë, përqindja e shqiptarëve nuk te i kalon 4% në administratën e zotit Crvenkovski. Ashtu që nuk është një realitet i një shprese se edhe ky president i fundit bëri diçka për drejtat e shqiptarëve. Në këtë drejtim, fatkeqësisht shqiptarët kanë votuar president Maqedonas, mirë po janë zhgënjur. Janë zhgënjur për arsye se nuk kanë fituar ose nuk kanë përfituar nga drejtat e tyre as pak dhe nuk është kthyer me atë mbarësi për krahja atij presidenti nga shqiptarët. Pse nuk mund të ishte Crvenkovski kandidat për një mandat të dytë për presidentin e Maqedonisë, apo tash me ardhmja e tij duket që do të jetë në LSDM, Lidhjen Social-Demokrate të Maqedonisë, parti e themeluar prej tij vite më parë, apo jo? Pse nuk mundeshte? E para për arsye se vetë partia nga e cila ai buron dhe e cilën ai ti themi ndoshta nënhije udhëheq dhe pretendon të udhëheq tash pas zgjedhjeve presidenciale, është një parti e cila ka një përkrahje shumë të vogël te popullata maqedonase. E dyta, shqiptarët njëherë bërë gabimin dhe votuan zotin Crvenkovski dhe nuk besoj se ndonjë shqiptar për së dyti do të bëjë gabimin e njëjtë prapë të votojë. Dhe gjithë këto kalkulime zoti Crvenkovski i ka në tavolinë, i ka dosjet se si janë gjithë anketat dhe sondazhet si funksionojnë dhe ku është pozicioni i tij personal dhe kjo ndoshta arsyeja kryesore sepse ai nuk kandidohet. Flasim dhe për një moment të dytë pasi 22 mars do të jenë zgjedhjet presidenciale dhe ato vendore, edhe për partinë tuaj është një test i parë elektoral edhe në garën për kryetarët e komunave. Si do të jetë paraqitja juaj e Partisë Demokracia e Re në Maqedoni dhe çfarë synimi keni për komunat kryesore aty ku bëhet gara mes shqiptarëve, le të themi? Po ka parafrasisht gati se 20 komuna ku shqiptarët janë shumicë e konsiderueshme ose janë jo shumicë, po janë gati se shumicë, domethënë gati se 50%. Janë komuna të cilët në mënyrë legjitime do të garojnë kandidatët e Demokracisë Re, qoftë si kandidat vetëm të Demokracisë Re ose kandidat koalicionet. Në këtë drejtim ne do të kemi dy oferta. Oferta për president shteti, e cila do të ketë programin dhe platformën për zgjidhjen e shumë çështjeve të cilat kanë të bëjnë me politikën shtetërore, kurse oferta tjetër do të jetë shumë individuale për çdo komunë. Çdo komunë ka specifikat e veta dhe ju e dini se Republika e Maqedonisë është një pushtet dy shkallësh, qeveria dhe komuna.
nuk kemi në mes regione ose nuk kemi prefektura dhe komunat janë konform procesit të decentralizimit, mjaft më të fuqishme se para 5 viteve ose para 10 viteve, do t'jenë ende më të fuqishme për shkak se procesi i decentralizimit ende nuk ka mbaruar konform marrëveshjes së Ohrit dhe konform obligimeve të cilët Republika e Maqedonisë i ka marrur për në inkuadrim në Bashkimin Evropian. Decentralizimi fiskal ende nuk ka përfunduar dhe pikërisht oferta ynë do të bazohet në ndërtimin e një infrastrukture, ndërtimin e kushteve, ndërtimin e një ambienti më të mirë për shqiptarët dhe për qytetarët tjerë atje ku jetojnë në atë komunë. Këtu kemi një përparësi, lirisht mund të themi. Unë si kryetar komune kam një eksperiencë 6 vjeçare. Në vitin 2000-2006 kam qenë kryetari i komunës Sarajt. Do të mundohem që së bashku me gjithë bashkëpunëtorët, do të punojmë në mënyrë shumë të përpikt për çdo komunë të bëjmë ofertat konkrete, me projekte, me afate. Dim problematikën konkrete që ka çdo komunë. Dim problematikën dhe qasja jonë do të jetë shumë pragmatike. Komunat